Babai kërcënon vajzën me thik dhe më pas qëllon vete. Ngjarja është regjistruar në Qerret Durrës. Burime pohojnë se Ardian Varrosi, në gjendje të dheur, ka kërcënuar vajzën e tij se do ta vriste me thik, ndërkohë që më herët e kishte dhunuar. Vajza ka arritur të shpëtonte duke dalë nga banesa dhe ka kërkuar ndihmë te fqinjët. Këta të fundit kanë rendur me njëherë në familjen Varrosi, atje ku kryefamiljari ka vijuar të kërcënonte edhe fqinjët. Në vendin e ngjarjes mbritën 2 patrulla policore, të cilat bën të mundur shmangjen e përshkallëzimit të situatës. Në momentet që policia mbriti në vendin e ngjarjes, kryefamiljari është vetë qelluar me thik në qafë. Ai është dërguar menjëherë në urgjencë ku po merr ndihmë mjekësore. Burime nga Spitali i Durrësit pohojnë se gjendja shëndetësore e tij po mbahet në monitorim nga stafi mjekësor, ndërkohë policia ka nisur hetimet e rastit. Fillimisht janë marrë në pyetje familjarët dhe pritet që me stabilizimin e gjendjes shëndetësore të kryefamiljarit t'i merret edhe atij dëshmia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.